Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Vrasja e gjyqtarit apelit Astrid Kalaja ka shkaktuar reagime të forta në sistemin e drejtësisë. Në një deklaratë zyrtare, gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka shprehur dhimbjen e thellë për ngjarjen e rëndë që i mori jetën gjyqtarit të gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, zotit Astrid Kalaja. Në qendrat shëndetësore të Gjirokastrës, Dropullit e Libohovës, vijon vaksinimi i qytetarëve për mbrojtjen nga gripi. Nga 6500 doza të shpëndara, burime nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor bëjnë të ditur se janë aplikuar pothuajse 50% e tyre. Në bashkinë Dropull dhe Luginën e Drinos është regjistruar një shtim i kafshëve dhe shpendëve të egra, falmasave mbrojtëse të institucioneve, arinj të deri egër dhe qindra shpendë të tjerë, gjejnë streh këtu, ndërsa rreth 150 lloje shpendë shteggëtar përdorin Luginën e Drinos si korridor migrimi çdo vit. Veshje tradicionale të Dropullit dhe Pogonit mbeten një nga shenjat më të forta të identitetit kulturor të zonës. Çdo motiv, ngjyrë dhe qëndisje bart në vetvete histori, zakone dhe simbole të trashëguara brez pas brezi. Në këtë kuadër u organizua në Dervician aktiviteti Veshje tradicionale të Dropullit dhe Pogonit si pasqyrë e identitetit kulturor, i cili solli në skemë bukurinë e kostumeve dhe këngëve tradicionale si një mesazh për ruajtjen e trashëgimisë që bashkon brezat. Ju njohim tani më gjerësisht, vrasja e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja ka shkaktuar reagime të forta në sistemin e drejtësisë. Në një deklaratë zyrtare, gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Gjirokastër ka shprehur dhimbjen e thellë për ngjarjen e rëndë që i mori jetën gjyqtarit të gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, zotit Astrid Kalaja. Në deklaratë thuhet se kjo ngjarje përbën një pasqyrë të realitetit të vështirë me të cilën përballen institucionet e drejtësisë, duke vënë në pikpyetje autoritetin gjyqësor dhe sigurinë e magjistratëve që i shërbejnë këtij sistemi. Trupa gjyqësore e Gjirokastrës thekson se respektimi i pavarësisë dhe sigurimit të kushteve optimale për ushtrimin e detyrës është domosdoshmëri për të garantuar integritetin dhe funksionimin normal të sistemit gjyqësor në vend. Në fund të deklaratës, gjyqtarët e Gjirokastrës shprehin ngushëllimet më të sinqerta për familjarët, miqt dhe kolegët e gjyqtarit Astrid Kalaja, duke cilësuar humbjen e tij si një goditje të rëndë për drejtësinë shqiptare. Në qendrat shëndetësore të Gjirokastrës, Dropullit e Libohovës, vijon vaksinimi i qytetarëve për mbrojtjen ndaj gripit. Nga 6500 doza të shpëndara, burime nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor bëjnë me dije se janë aplikuar pothuajse 50% e tyre. Çdo ditë, qytetarë të Gjirokastrës i drejtojnë qendrave shëndetësore për të aplikuar vaksinën kundër gripit, si vetmi mjet mbrojtës për të kaluar një dimër pa komplikacione shëndetësore. Erdhët sot për? Vaksinën, për të bërë vaksinën e gripit. E bëni çdo vit? Po. Po familja pjesëtarë të tjerë? Po, edhe gruaja bën. Dhe si e kaloni në përgjithësi gripin gjatë dimrit? Po, mirë, jo keq. Na mbron. Keni një apel për pjesën tjetër të qytetarëve të banorëve? Është domosdoshme, duhet ta bësh së zben. Se kundra gripit të mbron. E keni bërë vaksinën e kundër gripit? Po. Se kemi bërë. Jo. Dhe kur do shkoni këta bëni? Po tani jemi këtu afër. Sot. Ta marrë dhe burin edhe të vimi ta bëjmë. Ajo është një gjë e mirë, është një vaksin për ne pletë, që ne mos smuremi dhe është na del përpara neve. Është dhe falas për na jep shteti. Vaksinën e bëra, shumë mirë, pa problem. E kam bërë çdo vit edhe e bëra këtë vit. Po në familjen tuaj kush e bën tjetër? Po shoqja, vetëm shoqja. Shoqja atë kam, s'kam njëri tjetër. Ke një apel për qytetarët? Ta bëjnë të gjithë, se është mirë. Është falas, është mirë, është ta bëjnë të gjithë. Në qendrën shëndetësore të lagjes 18 shtatori, nga 1000 doza të ardhura deri tani është aplikuar mbi gjysma e tyre. Vaksinatoria Borana Dudumi thotë se kryesisht kanë qenë të moshuarit dhe të sëmurët kronik, ata që kanë shfaqur interes për të. Në qendrën tonë shëndetësore ka nisur tashmë vaksinimi, fushat e vaksinimit ndaj gripit sezonar.
Deri tani kemi tërhequr 1000 doza dhe kemi aplikuar më shumë se gjysmën e tyre. Interesimi i qytetarëve ka qenë goxha i kënaqshëm, veçanërisht mosha e tretë edhe të gjithë sëmurët kronik. Si staf jemi çdo ditë këtu për të pritur të gjithë komuniteti, gjithë lagjet domethënë, veçanërisht përfaqësojmë Grancën dhe 18 shtatorin, për të kryer vaksinimin pranë qendrës sonë shëndetësore. Edhe stafi është i përgatitur, edhe vaksinat janë të sigurta, edhe në kushte shumë të mira. Edhe është mirë që të paraqiten të gjithë qytetarët, sepse sa më shpejt aq më mirë. Duhet diku te 15 ditë, domethënë që vaksina të krijojë imunitet. Edhe të gjithë qytetarët duhet që të vinë, të paraqiten, të aplikojnë vaksinën para se të zëjë gripi. Në Gjirokastër, Dropull e Libohov, këtë shtator janë shpërndar 6500 vaksina, prej të cilave janë aplikuar afro 50% e tyre. Ky shërbim ofrohet edhe në banesa për personat që nuk kanë mundësi të lëvizin drejt ambulancave. Procesi i sigurimit dhe i shpërndarjes falas të teksteve për nxënësit shqiptar në diasporë ka përfunduar edhe për këtë vit shkollor. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro përmes një postimi në rrjetet sociale tha se vetëm këtë vit janë shpërndar 27198 tekste mësimore për nxënësit tanë në diasporë, ndërsa që nga viti 2019 e deri sot janë dërguar plot 170.138 tekste për fëmijët shqiptar në çdo cep të botës. Ministria Kumbaro shpreh se ruajtja e gjuhës dhe identitetit është mënyra më kuptim plot për të mbajtur gjallë lidhjen me atë dheun. Prej 7 vitesh, qeveria shqiptare përmes Ministrisë së Arsimit dhe Qendrës së Botimeve për Diasporën kujdeset që fëmijët shqiptar jashtë vendit të kenë në duar librat e gjuhës dhe kulturës amtare, tha Kumbaro. Ministri i Arsimit vazhdon të jetë e përkushtuar në mbështetjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare në diasporë, duke siguruar që fëmijët të kenë mundësinë të mësojnë dhe të zhvillojnë gjuhën dhe kulturën e tyre amtare. Në bashkinë Dropull dhe Luginën e Drinos është regjistruar një shtim i kafshëve dhe shpendëve të egra, falmasave mbrojtëse të institucioneve. Arinjt deri egër dhe qindra shpend të tjerë gjejnë streh këtu, ndërsa rreth 150 lloje shpendësh shtegëtar përdorin Luginën e Drinos si korridor shtegëtimi çdo vit. Në territorin e bashkisë Dropull gjendet një habitat i pasur e i larmishëm e kafshë të egra, si arinjt, deri egër dhe njësër shpendësh si thellëzat e malit e të fushës apo skifter, ikthetraverdh e të tjerë. Sipas të dhënave të fundit, numri i tyre ka ardhur në rritje fal kujdesit dhe masave mbrojtëse të ndërmarra nga institucionet përkatëse. Bashkia Dropull dhe gjithë qarku i Gjirokastrës ka një sër habitatesh të tilla ku strehohen, ku gjejnë shumë lloje kafshësh, shpendësh dhe gjallësësh. Ndër habitatet më të mëdha që janë në qarkun e Gjirokastrës janë habitatet pyjore, ku strehohen një numër i madh arinjsh që i vinë gjithmonë duke u shtuar, deri egër, lepuri, që janë karakteristike për qarkun e Gjirokastrës. Ndër në habitatet pyjore ose kullusore, zakonisht jetojnë edhe një sër shpendësh, siç janë shpendët e zakonshëm që kemi neve, që janë thellëzat e malit, thellëzat e fushës, janë shapkat dhe zojt ose shpendët shtegtar që neve zakonisht kemi në territorin e qarkut të Gjirokastrës, kalin e qyqjes, skifterin kthetraverdh dhe lejlekët. Me synim për të ruajtur dhe pasuruar më tej biodiversitetin, ambientalisti Grigor Tushi apelon për mbrojtjen e vazhdueshme të faunës dhe habitateve natyrore, si një pasuri e çmuar që duhet mbajtur gjallë për brezat që vijnë. Që neve të ndërgjegjësojmë komunitetin për të ruajtur habitatet, për të mbrojtur këto habitate, me qëllim që të kemi një biodiversitet të madh në zonë, të kemi një zinxhir ushqimor të pacënuar dhe të kemi një mjedis dhe një natyrë më të rehatshme dhe më të banueshme për njeriun dhe për kafshët. Lugina e Drinos mbetet një nga zonat më të rëndësishme në jug të vendit për shpendët shtegëtar, ku gjatë periudhave të shtegëtimit kalojnë mbi 150 lloje të ndryshme, duke bërë këtë zonë një korridor të çmuar natyror që meriton mbrojtje të vazhdueshme. Në Saran përveç plazheve, vizitorët po i kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje pjesës kulturore të qytetit, Muzeu i Traditës, Muzeu Arkeologjik dhe Galeria e Arteve, përbën një trekëndësh kulture që po tërheq vizitorë vendas e të huaj edhe në vjeshtë.
Në Sarandë, përveç plazheve dhe peizazhit magjepsës, gjithnjë më shumë vizitorët po zbulojnë një tjetër anë të qytetit, atë kulturore. Muzeu i Traditës, Muzeu Arkeologjik dhe Galeria e Arteve përbën një trekëndësh kulture që po tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj edhe në këto ditë të vjeshtës. Muzeu se navštívila. Është kënaqësi të shohësh sa shumë kulturë ofron Saranda, nga objektet e lashta në Muzeun Arkeologjik te veprat moderne në Galerinë e Arteve. Gjithçka të bën të ndihesh pjesë e një historie të gjallë. Këtu ndjen se turizmi nuk mbaron me verën, por vazhdon gjatë gjithë vitit. Sarandën e njihnin për plazhet dhe detin e bukur, por këtu zbuluam një pjesë krejt tjetër të qytetit. Muzeumet dhe galeria na treguan historinë, traditën dhe artin e banorëve vendas. Është një përvojë që të afron me shpirtin e vërtetë të këtij vendi. Tre institucionet kulturore ofrojnë një udhëtim unik në historinë, artin dhe identitetin e Sarandës. Muzeu i Traditës prezanton mënyrën e jetesës së banorëve të dikushëm, Muzeu Arkeologjik sjell dëshmi të çmuara nga periudha antike, ndërsa Galeria e Arteve është hapësira ku bashkëjetojnë arti bashkëkohor dhe ai tradicional. Sipas specialistes së trashëgimisë kulturore Elda Koçi, pritshmëritë janë që edhe në muajt në vijim numri vizitorëve të mbetet i lartë, si nga turistët vendas ashtu edhe nga të huajt. Ajo thekson se interesimi për kulturën e qytetit po rritet ndjeshëm vit pas viti. Qyteti Sarandës ka pasur një fluks të madh nga të gjitha anët e botës dhe përfshirë këtu përveç se pjesës përditshmërisë së këtyre të plazheve, frekuentimi ka qenë shumë i madh edhe në anën e kulturës. Duke qenë se Saranda ka një grup muzeal prej 3 muzesh të përbërë në një trekëndësh barabrinjës, aty futet Muzeu i Traditës, Muzeu Arkeologjik dhe Galeria e Arteve, ka pasur një frekuentshmëri shumë të mirë në lidhje me vjet, dhe kjo për faktin se dhe orari i sezonit turistik ka qenë disi i gjatë, duke nisur nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 10:30 maksimumi të darkës, pa shkëputje. Akoma turizmi, sidomos pjesa e kroçereve, është akoma në vazhdueshmëri dhe nuk do ketë mbyllje pothuajse të anës së kroçereve. Turistët janë të frekuentuar, dinë se ku vjen sepse janë të mirë informuar, dinë dhe hyrjen që këtu është një hyrje me një bilet ta themi simbolike për muzet, dhe janë shumë të interesuar. Në përgjithësi si vjet kemi pasur turista nga e gjithë bota, nga Izraeli, nga Kina, nga Japonia, nga shqiptarë të diasporës, të cilët dhe ata bashkë me brezat e ri, me fëmijët e tyre duan të futin këtë frymë fëmijëve që ka një traditë, që ka diçka që Saranda ka rënjë, domethënë ka një qytet që ka rënjë. Kështu Saranda po e forcon gjithnjë më shumë identitetin e saj si një qytet që nuk ofron vetëm turizëm bregdetar, por edhe një trashëgimi të pasur kulturore e artistike. Trekëndëshi i muzeve, i Traditës, arkeologjisë dhe artit, po kthehet në një destinacion që bashkon historinë, krijimtarinë dhe shpirtin e qytetit, duke i dhënë Sarandës një jetë të re gjatë gjithë vitit. Veshje tradicionale të dropullit dhe pogonit mbeten një nga shenjat më të forta të identitetit kulturor të zonës. Çdo motiv, ngjyrë dhe qëndisje bart në vetvete histori, zakone dhe simbole të trashëguara brez pas brezi. Në këtë kuadër u organizua në Dervician aktiviteti veshje tradicionale të dropullit dhe pogonit si pasqyrë e identitetit kulturor, i cili solli në skenë bukurinë e kostumeve dhe këngëve tradicionale si një mesazh për ruajtjen e trashëgimisë që bashkon brezat. Shoqata kulturore Dropulli, në bashkëpunim me grupet polifonike të Salos dhe Dervicianit, organizoi një mbrëmje tematike dhe artistike kushtuar veshjeve tradicionale të zonës. Ky aktivitet organizuar në kujdesin e Komitetit Pakicave Kombëtare, një institucion shtetëror në varësi të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Ne, si Komiteti Minoriteteve, na jepet mundësia që të promovojmë veshjet e të 9 minoriteteve që ekzistojnë në Shqipëri. Kësaj radhe, ne do promovojmë dhe do sponsorizojmë veshjet e minoritetit grek, të pogonit edhe të dropullit. Kemi aktivitetet të tjera, përsëri me këtë fond të veçantë në buxhetin e shtetit, ku ne do promovojmë libra të ndryshme që flasin për minoritetet. Studiues dhe specialistë të folklorit nga Dropulli dhe Pogoni vlerësojnë nismën e Komitetit Pakicave Kombëtare dhe në vazhdim lexuan kumtesat e tyre gjatë zhvillimit të aktivitetit. Kjo është iniciativë e mirë në fakt, sepse
faktikisht veshja jonë dropullite edhe pogonisht gjithmonë përmirësohet, domethënë. Kjo është një diçka e tillë që mund të frenoj shumë gjëra, po edhe mund të përmirësojmë shumë gjëra. Këto takime. Unë këtë aktivitet e shikoj si një diçka të veçantë dhe aq më shumë për krahinë e Pogonit, e cila është një krahinë e menjanuar dhe megjithatë ne mundohemi që të mbajmë traditat tona të cilat kanë kaluar nga shekull në shekull. Pjesëmarrës në aktivitet ishin drejtues vendor, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të Republikës së Greqisë në Gjirokastër. Interpretimet e grupeve folklorike krijuan një atmosferë festive në sallën e Pallatit të Kulturës Dervician. Në pazarin e gurë të Gjirokastrës, tingujt e një kitare I japin çdo ditë një ndjesi të veçantë qytetit. Pas saj qëndron një djalë I ri vetëm 18 vjeç, Erind Bajo, I cili ka zgjedhur ta ndaj pasionin për muzikën me të gjithë. Që prej fëmirisë, kitara për të është bërë pjesë e pandar, ndërsa sot është mënyra më e bukur që ai të shpreh veten. Erind Bajo, I riu 18 vjeçar nga Gjirokastra, që prej moshës 6 vjeçare ka nisur të luajë në kitar, duke shfaqur që herët pasionin për muzikën. Me kalimin e viteve, ky pasion është kthyer në pjesë të pandar të jetës së tij. Rrugëtimi I Erindit është një dëshmi se kur dashuria për artin lind natyrshëm, ajo rritet bashkë me ty. Babi im ka qenë në shkollë muzike 8 vite. Ai më ka thënë në fillim, por që fillova dhe më pëlqeu, pastaj u futa në rrugën e artit. Që prej moshës 6 vjeçare unë kam nisur të luaj kitar me babin. Më pas jam futur në disa kurse, më vonë në shkollë muzike. Në fillim kam qenë me kurse, nuk e mendoja që do vazhdoja për muzikë. Më pas në klasë të 6 u futa në lice për kitar, edhe kam vazhduar deri tani në vitin e 3. Tani do futem për kompozicion në Akademinë e Arteve dhe do vazhdoj rrugën e artit. Pasioni I tij nuk kufizohet vetëm te kitara. Erindi luan edhe instrumente të tjera dhe ëndërron që në të ardhmen të krijojë kompozime origjinale. Por pasioni im nuk është vetëm kitara, janë dhe instrumentat e tjerë. Unë luaj kitarën që kam të parën, pianon, fizharmonikën edhe violinën, edhe këndoj. Kam rreth 2 vite që kam filluar të këndoj. Dhe ajo që dua të bëj në muzikë është të kompozoj muzikën time, klasike dhe moderne, albumin tim, edhe dua të sjell diçka të re në muzikë, sepse kohët e fundit ka pasur një rënje të madhe muzika. Dua të krijoj muzikën time, sepse për mendimin tim, kjo është shpreha ime, kështu që nuk quhesh artist në qoftë se nuk sjell diçka të re ose në qoftë se nuk kompozon diçka të re për kulturën. Se çfarë kuptove, po luajte vepra që ka bërë dikush tjetër ose thjesht ato mund t'i luajë edhe një njerëz I zakonshëm që mund të ketë talent edhe për mendimin tim artist quhesh kur sjell diçka të re edhe Prej 4 vitesh, tingujt e kitarës së tij gjallërojnë pazarin e gurë të Gjirokastrës. Zëri I kitarës së Erindit sjell ndjesi të reja duke I dhënë jetë çdo cepi të pazarit. Këtu s'më kujtohet, po kam vite dal çdo verë, çdo sezon. Më shumë dal për qef, për të luajtur muzikë, për të stërvitur, edhe për të marrë të ardhura sigurisht. Është vend I qetë edhe prandaj më pëlqen që të luaj këtu. Kam rreth 3-4 vite që e bëj këtë gjë. Pëlqej të luaj kitar klasike, veprat Mario Giulianit, Karkasi, këto. Pastaj nga modernet kam goxha, luaj Sting, Eric Clapton, gjëra të tipit
të lehtë, se këto përshtaten edhe me rrugën edhe kështu. Erin Bajo është shembulli një brezi të ri që jep Gjirokastrës muzikë, ndjesi dhe frym, një djalë i ri me ëndra të mëdha që çdo ditë i afron më pranë realizimit përmes pasionit dhe përkushtimit. Stomatologu 80 vjeçar Jani Bilero u rikthye nga Athina në Sarandë për të zhvilluar një bisedë edukative me nxënësit e shkollës Adem Sheme, duke i këshilluar për kujdesin ndaj dhëmbëve dhe ushqyerjen e shëndetshme. Ai theksoi se 49% e fëmijëve kanë probleme dentare, duke lidhur këtë me zakonet e gabuara dhe përdorimin e tepërt të teknologjisë. Stomatologun rreth 80-tave Jani Bilero këtë tetore ka sjellë nga Athina në Sarandë dëshira dhe misioni që dijet e tij në fushën e shëndetit dentar t'i shpërndajë si një mësim tregues për nxënësit e sotëm të shkollës 9-vjeçare të Sarandës. Në kohën e tanishme, 49% e fëmijëve nga mosha 2 deri në 19 kanë probleme shëndetësore me dhëmbët. Ne përpara kishim aktivitet në shkolla, edhe klinika e me fluturon nga një shkollë në shkollën tjetër, me muaj të tëra, që nga 73 deri në 90. Goja, thot mjeku, plot eksperiencë të vyer, Jani Bilero është përgjegjëse për disa të këqija, por që nuk mban përgjegjësi. Ai u tregoi nxënësve se të këqijat e gojës nisin nga obeziteti deri tek bullizmi. Goja është pjesa e parë e aparatit tretës dhe porta hyrjes së ushqimeve, kështu që ajo është përgjegjësi, por nuk mban përgjegjësi, se ha shumë edhe shëndoshet, edhe ka shumë fakte jo të këndshme që kemi të shëndoshet dhe vjen edhe bullizmi, që është një përqeshje në nështrim i një individi ka si tjetrit, edhe kemi raste të hidhura që ndodhin, edhe thashë të bëja një sensibilizim. Ndërkohë, dentisti veteran ishte qortues për rastet kur edhe ushqimi merret nga fëmijët dhe adoleshentët pa i ndar nga dora telefonin. Biseda e mjekut të vjetër stomatolog ka zgjuar kuriozitete dhe për dhuratat që i bëri shkollës dhe nxënësve, një set me furça e pasta dhëmbësh për secilin, por edhe një peshore për shkollën dhe një stek për të mbajtur në kontroll gjatësinë në raport me peshën trupore. Skenca, zhvillimi është një dhuratë për njeriu, për jetën e njeriu. Mirë po, këtë duhet jo ta teprojnë. Unë nuk e dia i mungon apo si mungon shkollës, pyeta një mësues fizikulture, por peshore, të peshojnë këtu. Prura dhe një stek metri që ta afishojnë diku, që të matin gjatësinë, të matin dhe peshën, të bëjnë pjestimin dhe të kontrollojnë veten. Libri Doktor Jani Bilero për dhëmbëtan ishte dhurata më domethënëse që sipas tij është bërë për t'u lexuar individualisht. Libri i tij shkruar enkas për këtë problematikë dhe këtë moshë u shpërndas si dhuratë në fund të bisedës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë mirë takofshim.